mesazhi im për ujin është se mos e përçmoni ujin, mos e derdhni ujin, edhe këtë kisha dashur ta shtoj, mos abuzoni me ujin. Edhe kur të marrim avdes tek çesmja që hapet, për shembull, shpesh e kam vrejt disa musliman që nuk i kushtojnë shumë rëndësi kësaj ane. E merr për shembull kur hap çesmen derdh ujë pafundësisht. E mush me dyshemi me krejt. Harxhohen me litrat e tërë ujë për një avdes të vogël që ti e merr sahura, e hap çesmen shumë me vrull. A kupton? Edhe të keni kujdes se është një thënie e popullit se pe halallit mundesh me shku në haram. Edhe shumë e vërtet, pse? Sepse ne për shembull kur marrim avdes me Bismillahirrahmanirrahim e bëjmë jetë me marrë avdes për hir të Allahut, inda kulli salat, para çdo namazi është e preferueshme marrja e abdesit. Pra, abuzohet me ujin, pra derdhet ujë pafundësisht. Nuk është e mirë kjo, e para punës. E dyta, uji kur pihet është shumë i mirë për pjesët e trupit, siç kemi thënë, për veshkat, për luktin, për shumë sende të tjera, është ka veti kurative. Uji përdoret edhe në leximin e Kuranit, kur kënohet rukje me Kuran dhe Sunet, dhe për dhënien, për largimin edhe pastrimin nëse ka ngrënë ndonjë ushqim, ose ka ngrënë diçka, ndonjë sehr ose ndonjë magji ose diçka të ndalueshme, e pastron komplet me lutje, me dua dhe me ujë. Pastaj i traditën sy edhe pjesët e caktuara, pra ku është mirë të pastrohet me ujë. Dhe uji përdoret pra në pastrimin edhe xhenazës, edhe në momentet e fundit të jetës të njeriu, pra kur ndron jetë njeriu, do të mu pastru me shku i pastër tek Allahu, edhe me çka pastrohet, pra pastrohet me ujë. Subhanallah. Por edhe njeriu kur bën marrëdhënie duhet pastrohet komplet trupi. Pse? Shumë është interesante kjo. Sepse ti pas kësaj marrëdhënie që ke bërë, duhet të jesh i pastër për shkak se trupi ka ndryshuar ekuilibrin, ka ndryshuar, do thotë gjendjen për një gjendje tjetër, kështu që duhet pastrohet dhe të ndryshon gjendja, edhe të jetë i pastër. Kështu na mëson Islami, kështu na mëson Kurani, dhe ky është mesazhi im për ujin, dhe shpresojmë që ta keni kuptuar shumë prej nesh.